Këtë vit në Sarajevo Trophy 2025, një nga turnet më të mëdhenj ndërkombëtar të futbollit për fëmijë në rajon që mbledh mijëra fëmijë, prindër, trajnerë dhe të ftuar nga e gjithë Europa, pjesëmarrës ishte edhe Akademia Sportive e klubit të futbollit Gostivari. Kështu më shumë se 3.000 fëmijë nga 9 vende të ndryshme të moshës 8 deri në 14 vjeç garuan në 7 kategori, në mjediset e stadiumeve Otoka dhe Gërbavica. Akademia e Gostivarit mori pjesë me disa grup mosha, ndërsa futbollistët e ri të gjeneratës 2012 dolën të dytët në kategorinë e tyre nga ky turne. Drugo mjesto ide za naše prijatelje iz Makedonije, Gostivari. Naravno, aplauzi za njih i čestitke. Čestitke još jedan put, hvala vam za fair sportsku igru i naravno atmosferu na tribinama. Lojtarët e ri të akademisë janë të lumtur për pjesëmarrjen në turne dhe premtojnë që nga garat e ardhshme të kthehen edhe me vendin e parë. Garimi ishte organizimi shumë i mirë, ne meritëm me sukses deri në finale, por ishim pa fat, nuk morëm vendin e parë, por vazhdojmë shumë kemi arri, falenderojmë trenerin tonë dhe që të gjithë shokët e mi dhe të cilën bëritëm deri këtu. Baja birse në bojën gjaçallës të bojle ban jerde. Kemi punuar gati një vit për këtë ditë dhe këtë arritje. Besoj se fitoria në këtë turne nuk ishte lehtë pasi kishim 6 ndeshje, 3 në grupe dhe 3 deri në gjysmëfinale. Por ne ishte një përvojë e mirë, megjithatë sigurisht se donim të dalim të parët. Kishte shumë ekipe të fuqishme, por ne me këtë ekip që e kemi dhe trenerin që e kemi, me trenerin shumë të mirë, ka përcjell ato ekipe por mbritëm në finale për fat të keq e humbëm. Për trajnerin Admir Demiri, vendi i dytë i fituar në turneun Sarajevo Trophy është rezultati punës së vazhdueshme të drejtuesve të akademisë, trajnerëve dhe futbollistëve. Ne kur u përgatitëm për këtë turnir e dishim se ka me të vërtetë shumë kualitativ ekipa, fal punës tonë ditë vjeçare bashkë me koordinatorin Mensur Jakupi që kemi punuar çdo ditë, ja rezultati sot ja vleti. Arritëm finale me një turnir me të vërtetë shumë kundërshtar të fortë, mirë po në finale fati e deshti që tumbim me 3-1. Mirë po, unë prapë them, jam krenar me këta gjem, e kam bo krenar një akademi, një qytet edhe klubin e Gostivarit. Duke folur për rëndësinë e turneut dhe simbolikën që mbart, koordinatori i Akademisë së futbollit të klubit futbollistik Gostivari Albert Jakupi tha se trofeu i Sarajevës i këtij viti ka një rëndësi të veçantë emocionale për të dhe Gostivarin në përgjithësi, pasi nga i njëjti kthen me trofe. Fillimisht du të falenderoj koordinatorin e shkollës tonë, Mensur Jakupin, që ka sakrifikuar shumë këto 2 vite për ne si qytet, që sot falti punës palodhshme, edhe të trajnerave ne kemi gjenerata të shkëlqyeshme. Këtu jemi në këtë turne me 4 gjenerata, kemi ardhur me 2012, 2013, 2014 edhe 2015. Kemi kalu 3 ditë të shkëlqyeshme, fëmijët kanë qenë nivel, kanë tregu një sjellje jashtëzakonisht mirë, karakter, kanë luftuar deri në fund. Për ne e vërtet është se kemi ardhur për vend, po mbi gjitha treguam se dim të përfaqësojmë qytetin edhe jashtë vendit, edhe jemi shumë krenar për këtë. Nuk kishim fat me gjeneratën 2014, na mungun rezultatet, një fitore për të dalë nga grupet, mirë po ishte një përvojë e madhe për fëmijët. Me 2012 treneri ka treguar një punë jashtëzakonisht mirë, ku e patë edhe vetë se finalja nuk luhet, po fitohet, mirë po sot fati nuk ishte anën tonë. Fëmijët u mundun dhe maksimumin, mirë po kjo është e gjitha. Thuaj se të gjitha grup moshën nga Akademia e Futbollit të Gostivarit arritën suksese mbretërëse, ndërsa Afanjo Nuzi nga Akademia e Futbollit të Gostivarit u zgjodh lojtari më i miri i turneut në grup mosha 2012. Čestitke naravno i za našeg Afana. Bravo Adnane! I bravo za podršku. Bravo Adnane! Čestitke Adnane! Ndryshe, Sarajevo Trophy 2025 i kushtohet Faris Pendek, një djali që jetonte për lojën e futbollit e që është vrarë brutalisht. Sarajevo Trophy 2025 zgjati 3 ditë
dhe erdhi në kohën kur komuna e Novigradit të Sarajevës e shënonte ditën e saj, ndërsa përfaqëson një nga ngjarjet kryesore që bashkon dhe frymëzon jo vetëm futbollistët e rinj, por të gjithë komunitetin sportiv.